Jemi përsëri në studio për të filluar diskutimin tonë në lidhje me këtë temë, pam edhe statistikat edhe disa prej mendimeve të qytetarëve që realisht ishin të dyzuara. Zotëria Ademi dua të di sipas juve, a janë festat zyrtare në Maqedoninë e Veriut më shumë se sa që duhet? Mirëdita juve dhe shikuesve tuaj. Nëse më pyesni nga aspekti një ekonomisti i cili gjithkohon punon në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës, do të thoja po, por duhet kemi parasysh edhe anën tjetër, anën e punëtorëve, anën e punëdhënësve, edhe anën në të cilën drejt për drejt këto tema janë të përfshira në aspekt të konkurrenshmërisë së produkteve të Republikës së Maqedonisë dhe produktivitetit të punësuar. Por realisht, kur shohim edhe pam edhe të statistikat e tjera që do t'i përmendim edhe më pas, përderisa vendet e tjera në rajon edhe jo vetëm operojnë me shumë më pak ditë, pse neve na duhen aq shumë festa dhe ditë jo pune në Maqedoni për të operuar për të mirën ndoshta të punëtorëve ose jo vetëm? Mesatarisht, në bazë të ligjit për festa në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ne kemi 11 në numër festa shtetërore, po 9 festa janë fetare dhe 7 janë festa të komuniteteve etnike. Tani a janë shumë apo pak. Prap do them më varet se nga cila anë shikohet. Nëse shikohet nga ana e biznesit, biznesi gjithsesi do të thotë se janë shumë. Por në qoftë se shifet nga ana e asaj të cilës në vitin 97 dhe në vitin 2007 e ka parashikuar Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, është një balans ndërmjet punëdhënësve, punëtorëve, do me thonë në aspektin e balansimit të ekonomisë së përgjithshme. Po, realisht festat fetare, festat zyrtare do të kisha thënë janë 11 në numër, po duke inkuadruar edhe ato fetarit edhe për shkak se siç e përmendëm ne jemi një vend multietnik, edhe të komuniteteve tjera bëhen më shumë se sa 11. Do me thënë sipas statistikave për një qytetar mesatar prej 18 deri në 20 e sipër shkon në ditë jo pune për një qytetar që realisht për shumicën do të kishin thënë që janë shumë edhe shkaktojnë një farë pasiviteti apo detyrimisht unë mendoj se deri diku keni të drejtë, por realisht ne duhet ta shohim edhe pasqyrën e etnikumeve të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Do me thonë, këtu jetojnë shqiptar, jetojnë maqedonas, jetojmë gjithashtu shumica e popullatës në Maqedoni janë të krishterë, janë musliman, janë edhe të feve tjera, por gjithashtu kemi edhe komunitete si turq, vlle, serb e tjerë, të cilët në një farë mënyre dojnë që festat e tyre kombëtare ti festojnë në mënyrën e duhur. Edhe kjo është ajo baraspesha, do të them, në aspektin e Maqedonisë së Veriut, pse kemi festa fetare, pse kemi festa shtetërore, edhe pse kemi festa të komuniteteve. Nëse më pyesni mua dhe thoni se a duhet Kurban Bajrami të jetë festë shtetërore, unë do kisha thënë po, pasi që komuniteti musliman në Maqedoni edhe komuniteti krishter parafërsisht janë baras, edhe në rast se bëhet një analizë dhe shifet pikërisht në administratën e shtetit si funksionon kjo, unë do thoja se në ditët kur komuniteti i krishter nuk vinë në punë, realisht institucionet nuk punojnë në atë masë, në atë produktivitet e cila do duhet të punohet. Po gjithashtu edhe muslimanët, ditët e festave të cilët ata nuk shkojnë në punë, ndodh e njëjta. Do me thonë, është një balans ndërmjet komuniteteve, etnikumeve, edhe asaj që quhet festa shtetërore. Po që një herazi ndikon në pasivitet, do të kisha thënë. Kush përfiton më shumë nga ky numër i lartë i festave që kemi ne? Ndoshta qytetarët, administrata apo sektorët e ndryshëm, varësisht qofshin ato privat ose jo? Tani gjithë secili mendon se përfitojnë administrata ose të punësuarit, por unë nuk do kisha thënë kështu. Unë mendoj se përfitojnë të gjithë,
pasi që produktiviteti në bazë të analizave të cilat i bën ILO, nuk do të thotë se në rast se një i punësuar nuk shkon në një ditë në punë, nuk mund të kryej punët. Ose në rast se për shembull një i punësuar 4 orë shkon në punë, është më pak produktiv se një i punësuar tjetër i cili shkon 8 orë në punë, por i cili është më pak produktiv. Ne duhet edhe të kemi një pasqyrim të situatës e cila ndodh në Evropën perëndimore. Atje veç flitet për orar të shkurtuar pune, flitet për punë hibride edhe për gjëra tjera të cilat janë moderne në këtë kohë aq dinamike të cilat ne jetojmë. Domethënë ka metoda të tjera për të ndikuar në atë efikasitetin dhe produktivitetin e punëtorëve, më shumë se sa t'ju shtosh 2 ditë pune duke i cilësuar ato si ditë festash realisht. Gjithsesi unë pajtohem me ju se duhet të hapet një debat i mirëfillt ku do të marrin pjesë edhe punëdhënësit, edhe punëtorët në këtë aspekt sindikatat, edhe shteti, edhe shoqëria civile, edhe të shohim këtë numër prej 11 festave shtetërore, 9 festave fetare dhe 7 festave të komuniteteve etnike. Është shumë i madh. Duhet diçka të mos të jetë në këtë listë në bazë të ligjit për festa, duhet të hapet një debat, edhe gjithë secili ta jep mendimin e vet. Edhe në bazë të analizave të asaj, do të merret një vendim i drejtë me këtë aspekt. Pikërisht do ishte dalent, domosdoshme i gjithë ky numër i madh i festave në vend. Çka do të kishi bërë ju ndoshta për të ndryshuar këtë? Për shkak se shumica realisht janë më shumë formale se sa festa që realisht festohen. Realisht në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës ekzistojnë disa projekte të cilat ne si ministri i realizojmë në bashkëpunim me delegacionin e Bashkimit Evropian dhe në bashkëpunim me ILO-n, të cilat kanë për detyrim të hapin ligjin për marrëdhëniet punës, si ligj kryesor i cili i rregullon pastaj edhe ligjin e festave edhe të gjithë ligjet tjera, edhe domosdoshmërisht do jetë edhe kjo një temë e cila do të hapet edhe do diskutohet në mënyrë shumë transparente. Tani dua të bëj një krahasim me vendin tonë dhe vendet e tjera në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Do t'i lutem regjis nëse i kemi pamjet e statistikave për Maqedoninë, Shqipërinë, Kosovën, por edhe disa vende të Bashkimit Evropian. Dua të ndalem pra Maqedonia, siç e thamë edhe më herët, 11 ditë festa zyrtare, 8 deri në 12 ditë varësisht komunitetit, festa fetare dhe etnike, që janë gjithsej ditë jo pune për një qytetar mesatarisht 18 deri në 27, që është një numër do të kisha thënë shumë i ndryshëm prej vendeve tjera nëse e krahasoj me Shqipërinë dhe Kosovën. Te Shqipëria i kemi 15 ditë dhe festat fetare komunitare përfshihen në këto 15 ditë zyrtare, kështu që nuk janë diçka veçmas. Njëjtë edhe në Kosovë kemi 11 ditë ku përfshihen festat fetare dhe komunitare. Domethënë ky është ta bëjmë një krahasim midis rajonit edhe vendit tonë. Pse është ky dallim aq i madh? Është arsyeja ndoshta për shkak se kemi më shumë etni ose diçka tjetër? Realisht keni të drejtë. Unë mendoj se Maqedonia është një shtet multietnik, edhe në këtë drejtim edhe aspekti fetar, edhe aspekti kombëtar, nëse i shohim numrat, cilët tham se janë 9 gjithsej, ka ndikim. Por realisht Kuvendi i Republikës Maqedonisë, domethënë shteti në vitin 2007, nëse s'gabohem, ka vendosur për këtë sistem të festave shtetërore, duke marrë parasysh, siç thash, aspektin multietnik të shtetit, krahasuar me etnin, krahasuar me fenë të cilën i përkasin qytetarët, edhe në këtë drejtim është bërë një rrumbullaksim i të gjithë situatës në Maqedoninë e Veriut. Për shembull në Angli edhe në Skoci kemi numrin total të ditëve jo pune, 8 ditë, 9 ditë, relativisht edhe diçka që më erdhi shumë interesante, aty nuk ka festa fetare apo komunitete nuk përfshihen në këtë numër. Në bazë të informacioneve të mia, të gjithë njerëzit të cilët jetojnë, punojnë dhe jetojnë në Angli janë anglez.
do të thotë regjistrohen në librat të Britanisë së Madhe si angles. Edhe kjo mund të jetë arsyeja. Por të ne situata është pak më ndryshe në këtë drejtim. Aspekti tjetër, pse Anglia do të thotë ka më pak festa edhe rajoni i Evropës Perëndimore, është mu për shkak të asaj që thash edhe më herët, ata kalojnë në pjesën e 6 orë punës, do të thotë kalojnë në pjesën punë nga shtëpia, kalojnë në pjesën hibride, do më thonë kombinojnë punën në zyrë dhe punën në shtëpi, edhe kjo ndikon në krejt atë e cila quhet festa shtetërore. Por këtu ne duhet kemi parasysh edhe produktivitetin, se gjithherë ne flasim a është produktiviteti në bazë të asaj që quhet si madhësi e orëve në punë, apo është produktiviteti i asaj e cila quhet cilësi gjatë punës. Edhe ne si Maqedoni e Veriut mendoj se ngecim në këtë aspekt, duhet të shohim trendet evropiane, natyrisht, edhe të SBA-ve, e kjo është në cilësinë e asaj e cila quhet produktivitet në bazë të cilësisë, jo në bazë të madhësisë së numrave. Punojmë 8 orë, ose punojmë 10 orë, ose punojmë 12 orë. Kjo në bazë të standardeve të fundit, të cilat ILO i promovon, nuk do të thotë se produktiviteti më i madh është në rast se punëtori qëndron 8 orë ose 10 orë në punë. Pa diskutim edhe është dëshmuar vazhdimisht që në shumë vende evropiane dhe jo vetëm ka pasur një numër më të madh produktiviteti kur është përkushtuar tek mirëqenia e punëtorit edhe realisht nuk është varur prej orëve të punës që ka kryer brenda ditës. A ka pasur ndonjëherë diskutime në kuvent për rishikimin ndoshta e këtyre ligjeve për festat zyrtare, apo është një temë që nuk përfillet shumë? Për fat keq nuk ka pas diskutime në kuvent, por ne në Këshillin Socioekonomik, në bazë të asaj që e thash më herët, pasi që kemi edhe një projekt nga Bashkimi Evropian, do t'i hapim këto tema edhe do diskutojmë gjëra gjatë me të gjithë njerëzit kushtimisht tanë, me të gjithë përfaqësuesit, qofshin komuniteti biznesit, qofshin punëtorët, qofshin sindikatat, qoftë shteti, edhe në bazë të asaj do të vendoset se janë shumë ose pak. A ndikon negativisht, do të kishate në klimën e ekonomisë fakti që kemi kaq shumë ditë jo pune? Prap do them varet nga cili aspekt shiqohet. Dita e diell kur ishte prej 3-4 viteve, nëse s'gabohem, kur u vendu ditë jo pune, të gjithë mendonin se do të ndikojë negativisht. Po sadopak ne jemi mësuar me ditën e diell, ditë jo pune, edhe të gjithë rrim në shtëpi, përkushtohemi familjes edhe gjëra tjera kështu me radhë. Kjo ndikon, jo se s'ndikon, për shkakun që e diskutuam më herët, shkaku se kemi festa kombëtare, kemi festa të etniteteve, kemi festa fetare, edhe kjo ndikon pak a shumë të njëri ose të tjetri komunitet, edhe të biznesi gjithashtu. Po ne si Ministri e Ekonomisë dhe Punës nuk kemi bërë ndonjë analizë themi të thukt, ku do t'i paraqesim këto ndikime me numra të qartë. Nëse bëhet një analizë dhe dalin numra, dalin rezultate, statistikat, a mendoni që do të arrihet deri në një reduktim të festave nëse kjo ndikon realisht pozitivisht në ekonominë e vendit? Unë mendoj pse jo, pse mos ta bëjmë t'i reduktojmë festat në rast se kjo do të ndikoj pozitivisht në klimën e biznesit në Maqedoni. Po ne duhet t'i kemi parasysh parametra tjerë ekonomik. Do me thonë, duhet t'i kemi parasysh sa punëtorë të Maqedonisë së Veriut punojnë në shtetet evropiane, sa kemi ikje të fuqisë punëtore në shtetet evropiane. Do me thonë, sa janë konkurente ndërmarrjet tona, dvogla të mesme të mëdha në aspektin e eksportit në shtetet evropiane. Edhe gjithë kjo, kur do bëhet analizë, pse jo edhe të reduktohen me një farë mënyrë ose të zvoglohet numri i festave shtetërore. Për mendimin tim pajtojnë plotësisht me atë që e thatë më herët që duhet sjellur disa trende nga Bashkimi Evropian dhe nga jashtë
për efikasitetin e punëtorëve, ndoshta puna hibride apo një orar më i shkurtuar në ditë të caktuar të javës. Mirë po, gjithashtu e kam vërejt edhe një gjë tek këto festat e komuniteteve, shpeshherë ndodh që për një festë të një komuniteti të caktuar neve pushojmë të gjithë. Nuk ka lidhja ai përket asaj etnie ose asaj feje, të bjen të kesh ditë jo pune. A duhet një ristrukturim më i mirë, organizim i festave, ndoshta nuk është problemi tek numri, po si janë të organizuar. A ka kuptim që në një shtet multietnik të pushoj secili njeri për festën e secilit? Prap do them varet prej nga cili shiqohet. Në rast se shiqohet në aspekt të shtetit, unë kisha thënë se është një pasuri shtetërore, në rast se për Fitër Bajram edhe pjesëtarët e komunitetit të krishter pushojnë edhe festojnë bashkë me ne Fitër Bajramin. Por parimisht për festat e komuniteteve më të vogla, unë besoj se mban pyetja konstatimi juaj, por kjo ngelet të analizohet, ngelet të diskutohet me të gjithë, edhe në bazë të asaj që të diskutohet shteti në bazë të këtyre parametrave të sjellë vendim. Po në aspekt ekonomik, për shkak se mendoj që kjo është pjesa më e rëndësishme e një shteti. Nëse e shohim në këtë aspekt, atëherë mendoj që çalojmë sadokudo. Në aspektin ekonomik, po, shumica e ndërmarrjeve ditave të cilat themi ndonjë komunitet nuk është në punë, kanë humbje, por gjithsesi kjo është vendim, është ligj i miratuar nga ana e shtetit, i cili duhet me dojnë mos të respektohet. Prap do them, pa analiza të mirëfillta, ne nuk e kemi atë luks që të him në ndryshime të ligjeve, sepse ligjet e marrëdhënieve të punës nuk është vetëm ligji për festa, po është një gamë e ligjeve cilët duhet rishikuar. Besoni se ndryshimi i një ligjit ndikon negativisht ose pozitivisht te e gjitha gama e ligjeve të cilët e rregullojnë marrëdhëniet e punës. Duke i marrë parasysh të gjitha këto që thoni, cila do të kishte qenë sfida më e madhe nëse do të merrej një iniciativë për të reformuar këto ndryshime, këto ligje? Sfidë, nuk them se është sfidë. Kjo është, mund të them se është një dinamik, cilën ne si shtet, si komunitet biznesi, si sindikata, si punëtor, duhet ta parashofëm me ndonjë plan aksional. Të gjithë duhet të ulemi, të diskutojmë edhe në bazë të asaj të cilën do të miremi vesh, të vendosim janë shumë 11 ditë ose duhet të kemi 7 ditë, janë shumë 9 ditë ose duhet të kemi 8 ditë. Kjo besoj duhet të rrjedh nga një diskutim i gjithanshëm, edhe në bazë të kësaj ne të vendosim si shtet. Të vimi në një përfundim. Dua të di, për shkak se edhe mendimet e qytetarëve më bëjnë ta shtroj këtë pyetje. Disa prej tyre mendojnë që numri i këtyre festave është reflektimi politikës balancuese midis etnive dhe feve dhe është realisht diçka që ndihmon atë harmoninë që kemi ne. Apo është thjesht një, sipas të tjerëve, një praktike trashëguar që nuk ka një analizë të mirëfillt brenda saj. Si e komentoni ju këtë fenomen? Unë besoj se është një analizë e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut gjatë vitit 95 dhe 2007, edhe në bazë të kësaj është sjellë vendimi, por ideja e krejt kësaj pune është që më mirë njerëzit të pushojnë në Maqedoni sesa të ikin nga Maqedonia. Para se të vi tek emisioni juaj, unë mora do statistika të Eurostatit, edhe për ju vetëm 3-4 shtete do t'i citoj, do me thonë leje qëndrimi në Gjermani, në vitin 2024 ne kemi 118.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut të cilët kanë leje qëndrimi në Gjermani. Në Itali kemi 52.000 leje qëndrimi, mbi 52.000 leje qëndrimi. Në Sloveni kemi 19.000 leje qëndrimi. Në Zvicër kemi mbi 70.000 leje qëndrimi.
Do me thonë, ne si shtet duhet edhe këtë pjesë ta kemi parasysh gjatë asaj e cila quhet përpilim ose ndryshim i ligjit të festave, do të kemi shumë ose do të kemi pak. Edhe në këtë drejtim, do t'i analizojmë edhe atë që u tha më herët, mendimin e punëtorëve, mendimin e punëdhënësve, edhe kështu me radhë. Festat nga ana tjetër, për shtetin edhe për familjet, kanë një send shumë të rëndësishëm, pasi që ata gjatë festës festojnë, gjatë festës ata bashkohen familjarisht, ose në raste tjera gjatë festave dalin dikund në piknik të themi edhe në këtë mënyrë qëndrojnë bashkë si familje. Pa diskutim, ato shifra që juve shpalosët për neve janë realisht shumë shqetësuese dhe duhet bërë analizat të mirëfillta për të parë se ku realisht qëndron problemi. E në ndërkohë, këto festa që thoni ju që krejt esenca është që të festohet, të jemi në vendin ton, shohim edhe fenomen tjetër që shumica largohen. Në momentin që kemi pushime apo një fenomen tjetër zgjatja e festave që bëhen për disa ditë jo pune në vendin ton, njerëzit tentojnë të shkojnë në vende tjera, për shembull Greqia është një destinacion shumë i pëlqyer për njerëzit. Nuk është që është shumë e preferueshme nga qytetarët që të rrinë këtu në vendin tonë, në Maqedoninë e Veriut. Kisha thënë, kjo ka lidhje më shumë me standardin jetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, edhe në rast se dikush, unë besoj që është numri i vogël i qytetarëve të cilët dalin nga Maqedonia e Veriut, për në këtë drejtim edhe sipërmarrësit ta në Republikën e Maqedonisë së Veriut duhet gjatë këtyre festave, po edhe gjithherë, gjithë kohës në Republikën e Maqedonisë së Veriut të japin çmime dhe oferta të konkurrueshme me tregun rajonal. E përmendët këtu Greqinë, unë do të përmend edhe Republikën e Bullgarisë, do të përmend Republikën e Kosovës, Shqipërisë edhe gjithandej. Do më thotë të gjithë sipërmarrësit për ta shfrytzuar këtë momentum në rast se ne e dim që popullata jonë i lidh të premten të shtunën të diellën ose të shtunën të diellën edhe të hënën në rast se ka fest. Edhe kjo është mirë, por gjithsesi edhe ne si treg i brendshëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të konkurrojmë me oferta të, kisha thënë, të mira, që qytetarët mos të shkojnë në Greqi, siç e përmendët ju, po të rrinë në Maqedoni. Pasi që edhe këtu shteti i Maqedonisë së Veriut ofron destinacione të mira, e kemi Strugën, e kemi Ohrin, edhe kemi destinacione tjera malore, cilët mund qytetarët tonë të kalojnë ditë të mira me familje, me shoqëri edhe gjithë. Zotëri Ademi, ju falenderoj shumë që ndatë kohë nga agenda juaj e ngjeshur, e di që jeni shumë të ngarkuar, falenderit shumë që ishit sot me ne. Falenderit edhe juve.